Horoskopi ditor për sot, 31 dhjetor 2025. Dashi. Ndërsa viti përfundon, mund ta gjeni energjinë tuaj duke u rritur me Marsin në përputhje me Plutonin transformues. Është një ditë e fuqishme për të sjellë mbylljen e çdo projekti ose vendimi të mbetur. Dita ju inkurajon të reflektoni mbi sukseset e kaluara dhe të planifikoni mundësi të mëdha në vitin e ardhshëm. Hëna në luanin pasionant inkurajon ndjekjet tuaja krijuese dhe përpjekjet tuaja shprehëse, duke siguruar disa orë të gjalla argëtimi gjatë festimeve. Marrëdhëniet tuaja mund të ndihen një nxitje shtesë, me Marsin që shkakton shaka dhe harmoni të këndshme. Ndërsa mbrëmja vjen, merrni pak kohë për të çlodhur dhe për të ndarë momente të përzemërta me të dashurit. Aspektet financiare nxjerrin në pa një mundësi të mundshme për të forcuar një investim të kohëve të fundit, ose për të rivlerësuar qëllimet tuaja monetare. Përqafoni entuziazmin e zjarrt brenda jush. Përdoreni atë për të frymëzuar ata përreth jush ndërsa vendosni qëllime për vitin e ri. Kjo është një ditë për përfundimin e cikleve dhe për të pritur me padurim sipërmarrje emocionuese. Me yje që ndriçojnë rrugën përpara për një fillim të begat të vitit 2026. Demi. Ndikimet kozmike të sotme sinjalizojnë fundin e shqetësimeve të së kaluarës, ndërsa Venusi harmonizohet me Saturnin, duke ngjallur një ndjenjë ekuilibri dhe zgjidhje për ju në këtë ditë të fundit të vitit. Jepini përparësi kohës për kujdesin ndaj vetes dhe vetëdijen, pasi ky shtrirje nxit një energji të fuqishme tokëzuese. Kjo është një ditë ideale për të vendosur qëllime financiare për vitin 2026, pasi Saturni inkurajon përgjegjësinë. Marrëdhëniet mund të ndihen të qëndrueshme dhe të sigurta. Përdoreni këtë kohë për të shprehur mirënjohje ndaj atyre që ju kanë mbështetur. Prania e hënës në luan sjell ngrohtësi në takime, duke nxjerrë në pa aftësinë tuaj të lindur për të krijuar rehati në çdo mjedis. Përqafoni anën tuaj kujdestare, duke ndarë aspiratat tuaja për të ardhmen me miqtë e ngushtë ose familjen. Mbrëmja fton momente të buta dhe biseda të përzemërta, duke vendosur një ton paqësor për vitin e ardhshëm. Ndërsa shikoni prapa, mbani mend mësimet e nxjerra dhe arritjet e fituara, dhe lejoni që kjo themel të mbështesë ëndrat tuaja për vitin e ri. Mirëpritni vitin 2026 me optimizëm të bazuar dhe një zemër të hapur ndaj bollëkut. Binjakët. Bashkëveprimi i Mërkurit me Neptunin krijon një atmosferë të pasur me imagjinat dhe intuit në këtë ditë të fundit të vitit 2025. Lejoni që këto vibra të udhëheqin ndër veprimet tuaja shoqërore dhe shprehjet krijuese sot. Angazhohuni në biseda që stimulojnë intelektin tuaj dhe përputhen me natyrën tuaj kurioze. Hëna në luan rrit aftësitë tuaja të komunikimit, duke ju bërë jetën e çdo takimi. Është një kohë mrekullueshme për të shprehur shpresat tuaja për vitin e ri, veçanërisht në përpjekjet krijuese ose personale. Ndërsa lidheni me miqt ose vëllezërit e motrat, lejoni që humori dhe zemërgjerësia të ngjyrosin shkëmbimet tuaja. Financat duken premtuese me njohuri të mundshme për mënyra inovative për të rritur të ardhurat tuaja në vitin 2026. Mbrëmja është perfekte për të festuar, pasi u lehti ma gjepsni të gjithë përreth jush. Energjitë e sotme mbështesin reflektimin mbi rritjen personale, duke ju nxitur të mendoni për vendime inovative. Ndërsa viti i ri ju thërret, vendosni t'i besoni shkathësisë dhe përshtatshmërisë suaj të lindur për të transformuar mundësitë në realitete, duke lejuar që viti 2026 të jetë një vit përvojash të pasuruara. Gaforria. Energjitë ushqyese të sotme përputhen bukur me thelbin tuaj, ndërsa fundi i vitit kërkon reflektim mbi atë që ju ka ushqyer gjatë gjithë vitit 2025. Hëna në luan frymëzon kreativitet dhe bujari, perfekte për planifikimin e takimeve të përzemërta me të dashurit. Ndikimi i Marsit sugjeron një atmosferë harmonike, duke inkurajuar afërsinë dhe lidhjen. Merrni kohë për të shqyrtuar arritjet tuaja personale dhe rritjen emocionale gjatë vitit të kaluar. Lejoni që këto njohuri të nxisin qëllimet tuaja për vitin që vjen. Përputhuni me energjitë mbështetëse në sferën tuaj familjare, të cilat mund të udhëheqin vendimet tuaja për vitin 2026. Financiarisht, një perspektive bazuar ndihmon në planifikimin e investimeve të ardhshme, fal pranisë stabilizuese të Saturnit. Këtë mbrëmje, përqafoni ngrohtësinë e shtëpisë tuaj dhe krijoni një atmosferë komode për të mirëpritur vitin e ri. Vlerësoni momentet e mirënjohjes dhe ndani shkëmbime kuptimplote me ata që kanë më shumë rëndësi. Ndërsa hyni në vitin 2026, besoni në qëndrueshmërinë dhe inteligjencën tuaj emocionale për të udhëhequr udhëtimin tuaj, duke ofruar stabilitet dhe forcë përmes tranzicioneve të jetës. Luani.
Lëvizjet qiellore të sotme ju inkurajojnë të shkëlqeni fort ndërsa viti mbaron, me hënën në shenjën tuaj që amplifikon karizmën tuaj natyrore. Planeti juaj sundues, Dielli, nxjerr në pa cilësitë tuaja të leadershipit dhe ju fton të dilni me guxim në qendër të vëmendjes gjatë festimeve. Reflektoni mbi arritjet e vitit të kaluar dhe përdorni këto njohuri për të nxitur planet e mëdha për vitin 2026. Kjo është një ditë për të shprehur mirënjohje për rritjen personale dhe për të vendosur qëllime ambicioze për të ardhmen. Marsi u jep energji pasioneve tuaja, duke inkurajuar veprime dinamike që forcojnë marrëdhëniet dhe ndjekjet profesionale. Përqafoni mundësitë për të ndarë vizionin dhe idetë tuaja krijuese me miq dhe të dashurit. Rritja financiare mbështetet nga njohuri praktike, duke ju shtyrë drejt sigurimit të pasurisë përmes rrugëve krijuese. Ndërsa festimet e mbrëmjes shpalosen, prania juaj është magnetike, duke tërhequr njerëzit në orbitën tuaj pa mundim. Ndërsa mirëprisni vitin 2026, përqendrohuni te vetëshprehja dhe zgjerimi si tema kryesore, duke ndriçuar rrugën tuaj me mundësi që përputhen me potencialin tuaj të vërtetë dhe shpirtin krijues. Virgjëresha. Me Merkurin që ndriçon njohuri praktike, e gjeni veten në një humor reflektues ndërsa përfundon viti 2025. Kjo është një kohë ideale për të vlerësuar arritjet e kaluara dhe për të planifikuar qëllime të përpikta për vitin 2026. Vibracionet harmonike nga Venusi ofrojnë qartësi emocionale, duke mbështetur një kuptim më të thellë në marrëdhëniet personale. Balanconi autonominë me dëshirën për shoqëri duke shprehur qëllimet tuaja të sinqerta. Ndërsa viti mbaron, merrni në konsiderat thjeshtimin dhe organizimin e mjedisit tuaj. Një detyrë që do ta ekzekutoni me saktësi dhe kujdes. Financiarisht, njohuritë e sotme mund t'ju udhëzojnë drejt investimeve të kujdesshme dhe menaxhimit të përmirësuar në vitin e ardhshëm. Në takime, aftësitë tuaja analitike ofrojnë rezolucione dhe sugjerime të dobishme për të tjerët, duke nxjerrë në pa natyrën tuaj të mençur. Mbrëmja kalohet më së miri në shoqëri të ngrohtë, ku bisedat cilësore mund të çojnë në lidhje kuptimplote. Angazhohuni në relaksim dhe lejoni që energjitë të rimbushin shpirtin tuaj. Ndërsa kaloni në vitin 2026, fokusi juaj në rregull dhe qartësi do të ofrojë një themel të fortë për fillime të reja, duke inkurajuar rritjen në arenat personale dhe profesionale. Peshorja. Dita e fundit e vitit sjell një mundësi të gëzueshme për të balancuar reflektimin me festimin. Me Venusin që zbukuron pikpamjen tuaj shoqërore, ka shumë për të shijuar brenda një shoqërie të ngushtë ndërsa i thoni lam të mirë vitit 2025. Energjitë harmonike sugjerojnë një kohë të përsosur për të ndrequr çdo keqkuptim ose për të forcuar lidhjet, veçanërisht në lidhjet romantike. Angazhohuni në biseda të përzemërta që ju afrojnë më shumë me të dashurit. Shfrytëzoni sharmin e hënës në luam për të rritur tubimet, ku natyra juaj taktike mund të çojë në ndarjen e gëzimit dhe optimizmit me të tjerët. Sa i përket karrierës, një rishikim i arritjeve tuaja lejon planifikimin e përparimeve strategjike në vitin 2026, i ndihmuar nga shtytja e Marsit. Çështjet financiare kërkojnë një vlerësim të drejtë, ku ekuilibri është çelësi për vendosjen e objektivave të suksesshme. Energjitë e sotme nxisin kreativitetin, prandaj lejoni që shpirti juaj artistik të zbukurojë si mjedisin tuaj ashtu edhe vendimet e brendshme. Mirëpritni vitin 2026 me hir, duke siguruar që përpjekjet tuaja të nderojnë si rritjen personale ashtu edhe kultivimin e marrëdhënieve, duke paraprirë një vit plot me prosperitet e ekuilibruar dhe kujtime të çmuara. Akrepi. Ndërsa përqafoni kalimin në një vit të ri, rreshtimi i Marsit me Neptunin fton reflektim të thellë dhe vendime të udhëhequra nga intuita. Është një ditë e fuqishme për të mbyllur vitin duke hequr dorë nga modelet e vjetra dhe duke vendosur qëllime transformuese për vitin 2026. Përdoreni këtë kohë për vetanalizë, ku pranimi i arritjeve dhe mësimeve të nxjerra mund të udhëheqë të ardhmen tuaj. Emocionalisht, prania e Venusit ndihmon në thellimin e lidhjeve me të dashurit, perfekte për ndarjen e momenteve intime dhe vizioneve të ardhshme. Profesionalisht, njohuritë e fituara sot mund të frymëzojnë lëvizje strategjike për vitin e ardhshëm. Financiarisht, rishikimi i qasjes suaj ndaj menaxhimit të pasurisë mund të sigurojë stabilitet, duke pasur parasysh energjinë praktike të ofruar nga Saturni. Këtë mbrëmje, lejoni që hëna dinamike në shenjën e luanit ju mbush festimet me entuziazëm, duke ju inkurajuar të ndani aspiratat tuaja me ata që janë afër jush. Ndërsa viti 2026 agon, përqafoni fuqinë transformuese që banon natyrshëm brenda jush, duke ju siguruar një vit evolucioni personal dhe lidhjesh kuptimplote,
duke u parafruar me të vërtetat më të thella që kërkoni. Shigjetari. Ndërsa viti 2025 po mbaron, energjitë qiellore të sotme frymëzojnë optimizëm dhe aventurë. Harmonia midis Mërkurit dhe Neptunit ushen shpirtin tuaj imagjinativ, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të ndëruar të mëdha për vitin 2026. Reflektoni mbi mësimet e vitit dhe lejoni që këto njohuri të formsojnë vendime ambicioze që përputhen me ndjenjen tuaj të lindur të eksplorimit. Hëna në shenjën e luanit injekton ngrohtësi në mjediset shoqërore, ku energjia juaj e gjallë inkurajon të tjerët të bashkohen në festime. Theksoni rëndësinë e zgjerimit të horizonteve tuaja, qoftë përmes udhëtimit, të mësuarit apo përvojave të reja si tema për vitin e ri. Ndikimi i Marsit mund të aktivizojë diskutimet rreth përpjekjeve të ardhshme, duke frymëzuar rritjen personale dhe profesionale. Financiarisht, mendoni për qasje inovative për rritjen e bollëkut dhe për mbushjen e aspiratave tuaja. Ndërsa shijoni festimet e mbrëmjes, përqafoni argëtimin dhe spontanitetin për të krijuar momente të paharrueshme. Ndërsa viti 2026 afrohet, besoni shpirtit tuaj aventuresk për t'ju udhëhequr në një udhëtim të gjerë ku mundësitë janë të pakufizuara dhe optimizmi mbretëron suprem. Britsjapi. Në këtë ditë të fundit të vitit 2025, ju inkurajoheni të reflektoni mbi progresin tuaj të palëkundur dhe të vendosni qëllime praktike për vitin që vjen. Me Saturnin që ju fuqizon me një ndikim të palëkundur, përqafoni mësimet dhe arritjet që kanë krijuar rrugën tuaj. Financiarisht, rivlerësimi i strategjive tuaja sot mund të krijojë themele të forta për vitin 2026. Marrëdhëniet përfitojnë nga prania qetësuese e Venusit, duke paraqitur mundësi për një kuptim dhe pajtim më të thellë. Mirëpritni ndërveprime që lejojnë shkëmbime kuptimplote, pasi leadershipi juaj frymëzon besim dhe përgjegjësi tek të tjerët. Shfrytëzoni energjinë krijuese të ofruar nga hëna në luan për vizionet të ambicies afatgjat. Rreshtimet kozmike të sotme theksojnë praktikën, prandaj përdorini ato për të kanalizuar energjinë tuaj të fuqishme në vendime efektive. Ndërsa festoni këtë mbrëmje, ndani shoqëri të gëzueshme dhe shprehni mirënjohje për rrjetin mbështetës që ka qenë me ju në udhëtimin tuaj. Duke hyrë në vitin 2026, përqendrohuni në ndërtimin mbi arritjet tuaja për të krijuar stabilitet dhe përparim të qëndrueshëm, ndërsa këmbëngulja juaj vazhdon t'ju udhëheq drejt manifestimit të aspiratave tuaja. Ujori. 31 dhjetor 2025, sill një val depërtimi dhe qartësie ndërsa viti përfundon, fal shtrirjes midis Merkurit dhe Uranit. Lejoni që këto energji cerebrale të nxisin shpirtin tuaj inovativ dhe idetë vizionare, perfekte për të hartuar qëllime ambicioze për vitin 2026. Miqësia dhe komuniteti janë të theksuara, duke e bërë atë një ditë të mrekullueshme për t'u lidhur me individ me të njëjtat mendje që ndajnë idealet tuaja. Reflektoni mbi arritjet e kaluara ndërsa përqafoni mundësitë për të futur origjinalitet në plane. Financiarisht, eksplorimi i rrugëve jo konvencionale mund të premtojë rritje, të mbështetur nga ndikimi optimist i Jupiterit. Ndani aspiratat tuaja në tubime ku shkëndia juaj intelektuale dhe natyra humanitare frymëzojnë të tjerët. Hëna në luan inkurajon një ekuilibër midis pavarësisë dhe pjesëmarrjes sociale, duke rritur festimet me ngrohtësi. Këtë mbrëmje, angazhohuni në dialogje kuptimplote, duke përqafuar mundësitë e ardhshme. Ndërsa përgatiteni për vitin 2026, besoni në perspektivën tuaj unike dhe energjinë shpikse për të udhëhequr iniciativa të reja, duke nxitur përvoja që rezonojnë me vlerat tuaja thelbësore dhe potencialin transformues. Peshqit. Ndërsa dita e fundit e vitit 2025 po zhvillohet, ndikimi i Neptunit rrit ndjeshmërinë dhe intuitën tuaj, duke ju inkurajuar të ndërroni ndërsa hyni në vitin 2026. Përqafojeni këtë kohë për vetë reflektim, duke pranuar rritjen që keni përjetuar si në fushat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Duke përdorur këtë njohuri, vendosni qëllime që përputhen me natyrën tuaj krijuese dhe empatike. Financiarisht, sot fton përsijatje të kujdesshme mbi burimet për të siguruar stabilitetin e ardhshëm, të ndihmuar nga Saturni praktik. Dashuria dhe marrëdhëniet personale përforcohen nga tranziti ushqyes i Venusit, duke ofruar një shans për të thelluar lidhjet përmes komunikimit me zemër të hapur. Hëna në luan shton një dimension të gjallë festimeve, ku prania juaj imagjinative i magjeps ata përreth jush. Angazhohuni në festime që nderojnë sukseset e kaluara dhe shpresat e ardhshme. Ndërsa viti i ri agon, besoni përshtatshmërisë suaj fluide dhe vizionit të lindur për të udhëhequr rrugën tuaj drejt realizimit të ëndrave në realitet, duke siguruar që viti 2026 të jetë një vit i mbushur me dëmshuri,
kreativitet dhe eksplorim kuptimplot në sferat e zemrës dhe shpirtit. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.